Në paraburgimin e gjykatës speciale këtu në Hag, takova presidentin Thaçi dhe përmes tij i dërgova të falat e mia, por edhe të qeverisë shqiptare dhe besoj të gjithë popullit shqiptar, edhe 3 luftëtarëve të tjerë, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Më vjen mirë që e gjeta presidentin Thaçin në gjendje të mirë, ndiqte zhvillimet në Shqipëri edhe në Kosovë, sigurisht me dëshirën për të parë 2 vendet tona sa më mirë. I shpreha mbështetjen e Ministrisë Jashtme të Qeverisë Shqiptare të Kryeministrit Rama për një proces të rregullt dhe të drejtë, i cili në fund të prodhoi drejtësi historike dhe jo padrejtësi historike. Ne urojmë shumë që ai vendim i pjekurisë shtetërore të Kosovës për të votuar dhomat e specializuara dhe gjykatën speciale të mos kthehet në të kundërtën e vet, por të respektoj procesin e rregullt ligjor, të drejtat e njeriut dhe mbi të gjitha. Ne urojmë që besimi që Shqipëria, që Kosova, po dhe shqiptarët në tërësi kanë ndaj drejtësisë ndërkombëtare të mund të jetë i përligjur deri në fund. Dhe është me rëndësi të madhe edhe një herë të theksohet që populli i Kosovës, djemtë dhe vajzat e Kosovës u ngritën në luftë për të mbrojtur shtëpitë e tyre, për të mbrojtur njerëzit e tyre, për të mbrojtur jetën në atë vend, dhe kursesi për të agresuar apo për të sulmuar një popullat apo një vend tjetër. Dhe kjo luftë për liri nuk mund të njolloset, kjo luftë për ekzistencë nuk mund të përbaltet, dhe këto 2 procese duhet të ndahen shumë qartë në mënyrë që e vërteta historike, drejtësia dhe sakrificat e një populli të tërë të mos të shkelen me këmbë. Besim deri në fund dhe jam e bindur që pas dëshmive të dhëna këtu, po edhe pas një procesi të rregullt ligjor, ne do mund të shohim më në fund drejtësi për luftarët, por edhe drejtësi për Kosovën dhe të vërtetën e saj.